Je magjistralen Prizren-Gjakov, ku po bëhet grumbullimi I lokrave. Siç po thotë Bob Masari. Masarin e kemi këtu. Më tha që 25 cent për grumbullon. Edhe këto lakra prej Kosovës, siç e shihni 04 RKS, shkojnë tregjet Bashkimit Evropian. Si po eksportohen, po rritet çmimi. Jo, mbesin aparara. Lakrat e Agron Malsorit, tash vinë edhe tjerët. Grumbullimi I lakrave të Bob Masari. Me 25 cent. 25 cent po. Vesh Lek në dorë. Vesh suksese. Lek në dorë, I ftojnë bujqit. Hajde se dita gjatë. Agron sa ore I kitë mbjellura? Une? Po. 4 Ore dhejtare. një e kërë që kima se në kalë gjë. Ishme Bob Masari ka së që Vesh suksese. Une kam punu bujqësi vetë edhe kënaqem kur I shoh bujqit duke marrë lekun, duke marrë erën. Sepse është punë e rëndë, mundi I madh. Në treg. E do të me punu edhe këto temperaturat larta, 30 e 40. Bujqësia do investim shumë për me arrit deri te prodhimi. Ja në peshore traktori me lakra matët dhe pastaj vazhdon të kamioni si kërpat. Hajde krushe bre. Mira. Përshëndetje. Jem në prag të muajit korrik, kur fillojnë me në arbërgjimtarët tash. Ku edhe turniri fillon nga data një korrik këtu në këtë fush. Ja ku punëtori.